Në Washington, D.C. vijon të mbetet e rënë situata në dy pjesët e gardës kombëtare të plagosura gjatë një sulmi të armatosur vetëm 2 blogje larg shtëpisë së bardhë. Autoritetet konfirmuan se 2 efektiv po marrin trajtim intensiv ndërsa gjendja e tyre shëndetësore paraqitet kritike. Si autori i ngjarjes është identifikuar një 29 vjeçar shtetas afgan që ndodhet në Shtetet e Bashkuara që prej vitit 2021. Sipas së dhënave paraprake, sulmi ndodhi rreth orës 15:00 në orë lokale, ku i dyshuari u afrua ushtarëve dhe hapi zjarr pa paralajmëruar. Një prej efektivëve u shëllua në distancën e afërt, ndërsa tjetri u pragos në momentin që tentoi të fshihej pas një autobusi. Hetimet po drejtohen nga FBI-ja, ndërsa motivet mbeten ende të paqarta. Pista e një akti të mundshëm terrorist nuk përjashtohet për shkak të mënyrës së ekzekutimit dhe mungesës së bashkëpunimit nga ana e autoritetit. Lakanel nuk kishte dokument identifikimi në momentin e arrestimit dhe mbetet i heshtur përpara hetuesve. Në ngjarje u gjet një pistolet, për të cilën autoritetet po verifikojnë origjinën dhe mënyrën e sigurimit. Gjëra ka intensifikuar masat e sigurisë në kryeqytet. Sekretari amerikan i mbrojtjes njoftoi dërgimin e 500 trupave të tjerë në Washington, duke theksuar se prania e tyre synon të garantojë sigurinë maksimale për qytetin. Paralelisht, administrata amerikane ka kërkuar gjykatës federale të apelit pezullimin e një vendimi të mëparshëm që konsiderohet të palishëm vendosjen e gardës kombëtare në kryeqytet.